Rreshjet intensive të shiut që përfshin Ferizajin të hënën shkaktuan vërshime në disa pjesë të qytetit, duke bërë që uji të mbuloj rrugë dhe zona të caktuara. Pavarësisht situatës, institucionet kanë arritur të menaxhojnë gjendjen pa probleme të mëdha. Në orët e para të rreshjeve, niveli i ujit u rrit në disa lokacione. Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Emergjente, Alberton Sahiti, bëri të ditur se ekipet kanë dalë menjëherë në terren, kanë modifikuar pikat me problematika dhe kanë ndërhyrë aty ku ka qenë nevojshme për largimin e ujit dhe parandalimin e dëmeve. E gjithë rrugë të ngalimit apo rrugë të Ferizajit në shtetin tonë dhe në shotra janë të kalueshme, nuk ka dhe asë ujëra të mëdha që mund të bëhet apo vërshimit që mund të bëjnë probleme me çarkullimin e veturave në komunikacion. Gjithçka është në rregull. Sipas tyre, nuk është raportuar për persona të lënduar apo situata që kanë rrezikuar jetën e qytetarëve, ndërsa dëmet materiale janë të kufizuara. Ndërkaq, komandanti i shërbimit të zjarrfiksëve në Ferizaj, Zymre Krasniqi, tha se në orët e hershme të mëngjesit ekipet janë përballur me vështirësi për shkak të intensitetit të madh të rreshjeve. Por fal ndërhyrjes së shpejtë, situata është stabilizuar dhe aktualisht është nën kontroll. Realisht ka qenë fillimi pak i vështirë sepse rrëveshi i shiut ka qenë i madh. Mirë, por nuk ka pas diçka ekstreme, kështu që kemi arritur me disa pompa me tërheq ujin prej podrumave, gjithçka për momentin jemi në rregull, nuk ka asnjë pasojë. Institucionet u kanë bërë thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe në rast të rreshjeve të tjera i kanë ftuar që të raportojnë çdo situatë emergjente. Ndërkohë, ekipet komunale dhe njësitë e zjarrfiksëve mbeten në gatishmëri të plotë për të ndërhyrë sa herë që paraqitet nevoja. Një situatë jo aq e mirë sa i përket